Që prej ndërtimit të saj, disa vite më parë kur nisi ndërtimi i rrugës së Arbrit, rruga e fshatit Fshat është ndër rrugët me më shumë aksidente, që nga rrethrotullimi në rrugën e Arbrit e deri tek ura e fshatit, në këtë aks rrugor janë shkaktuar me 10 aksidente. Për fat të mirë, aksidente deri tani kanë qenë pa humbje jete njerëzore, por janë bërë makthi banorëve të zonës. Edhe mbrëmjen e kaluar një automjet që lëvizte në drejtim të Klosit doli nga rruga vetëm pak metra larg rreth rrotullimit, duke u përplasur me gurët e vendosur nga një familje poshtë rrugës. Aksidenti pati dëme të mëdha materiale e për fat të mirë nuk pati dëme në njerëz. Ndërkohë, drejtuesjet e mjeteve shprehen se në ditët me shi, kjo rrugë është shumë e rrezikshme pasi shumë makina rrëshqasin në disa vende që nga ura e fshatit deri në hyrje të rrugës së Arbrit. Drejtuesjet automjeteve për këtë ja lënë fajin cilësisë së dobët të asfaltit. Ata kërkojnë që të merren masa menjëherë nga autoritetet që të shmangën tragjedi të mundshme nga aksidentimi i makinave. Rruga këtu është shumë problem. Sidomos to kthesat janë problematike. Shtëpia ndodhet në rrezik. Ajo do të kishte pas një projekt që t'i bëjtë të mundur, sepse lagështina rrëshqisin shumë makinat. Edhe shoferët nuk ja dinë shumë, por kjo është problem si rrugë. Shtëpia është në rrezik. Si kjo dhe shtëpia tjetër poshtë. Pra duhet merren masat nga të dy, ka firma nga shteti, si tjetë e mundur, për një arsye që ti bëhet një stabilizim kësaj rrugë dhe të largohen shtëpia të bëhen përjeta sepse këtu në përdit ka aksidente. Edhe unë që rrugtoj përdit në këtë rrugë, duke ja ditë problemet, realisht rrezikoj për aksidente. Tani edhe asfalti mund të ketë problemet a veta, edhe ajo nuk e di që mund ta them saktësisht, por gjithsesi duhet merren masa sepse janë burim aksidenti shumë të rrezikshme për jetën e njerëzve. Edhe për të dy shtëpia dhe kthesat poshtë, janë dhe kthesat tjera poshtë, janë shumë problem. Kur ka bërë ngrisë ka për ditë aksidente këtu, nuk bëhet fjalë. Tani me këtë lloj edhe janë të bëjë aksidente për natë, që po janë të rreziku jetën e banorëve edhe të lagjës që janë këtu ne. Pra realisht duhet merren masa, sinqerisht të shikojnë këtë punë. Edhe asfalti edhe gjëra të tjera që të ketë nevojë për ndërhyrje. Në momentet të rreshtit të shiut këtu është shumë problem sepse këtu makinat rreshqasin. Se ku është problemi këtë se dim ne, po ja dhe unë tash i kam rreshqit, atje mësaj më fut ke ura rreshqita. Ky segment rrugor nga rreth rrotullimi në rrugën e Arbrit e deri tek ura e fshatit është tetë problematik për të gjithë ata qytetarë që lëvizin në drejtim të Matit dhe Tiranës nëpërmjet rrugës së Arbrit.